أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد فالندريم dhe lavdratat I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, salatat, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë në ciklin e legjeratave rreth edukatës së besimtarit. Kemi folë disa legjerata për respektin ndaj prindërve, sjellja e mirë, dëgjimi dhe respektimi, fjalë të buta me prindërit, posaçërisht me nanën. Ligjerata e sotshme ka pru kaptin Hoxha Imam Bukhariu Allahu më mëshiroft, thot babu jazaa'il walidejni, kaptin shpagimi ndaj prindërve, apo thon ndryshe me kuptu më mirë, kaptina me I dal hakësh prindve, me ja dhon hakin prindve. A ka mundësi që njeriu me I dal hakësh prindve të tij? A ka mundësi njeriu besimtari në veçanti t'i dal hakësh prindve? Na kemi thënë që haku I prindërve është shumë I madh për shkak se Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete kuranore, pasi që e përmend hakun e tij, e përmend hakun e prindërve. U'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Adhurojeni Allahun dhe mos I bani ortak Allahu diçka në adhurim, dhe me prindërit silluni mirë. Kan thënë dietarët, këtu Allahu xhel xelaluhu na mëson, na informon se e para është haku I Allahut subhanahu wa taala. E sado që na të adhurojna Allahun subhanahu wa taala, sado që na të mundohemi të jemi të dëgjueshëm dhe respektueshëm ndaj Allahut, ma qadarullaha haqqa qadri. Ata nuk e kanë madhnu Allahun çish e meriton Allahu subhanahu wa taala. Pra nuk kena mundësi na me e adhuru Allahun, me e madhnu Allahun subhanahu wa taala çish e meriton Allahu xhel xelaluhu. Ky është hak shumë I madh. Kjo është e drejtë shumë e madhe. Pas këtij haku, Allah e ka përmend hakun e prindërve. Allahu e ka përmend hakun e prindërve. Në hadith që është ka morë transmetuar, në këtë hadith që ka transmetuar Imam Bukhariu në këtë libër, vetëm me një rast njeriu mundet me I dal hakësh prindërve. Vetëm me një rast njeriu mundet me shpagu veten, me I dal hakësh. Ajo është hadithi që e transmeton Abu Huraira nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtarihu fayu'tiqahu. Thot njeriu, djali, fëmiu nuk mundet me shpagu hakun ndaj prindit, ndaj babës, pos nëse e gjejnë dikun rob, e blen edhe e liron. Në këtë rast njeriu I del hakësh prindit. Kur në qoftë se prindët e tij zihen rob dhe djali e blen babën e tij, në moment që e blen, në momentin që e blen, në atë moment me njërë është I lirë prindi. Nuk duhet me e lirua. Nuk ka nevojë me bo special njetë për me lirua. Pse? Për shkak se nuk mundet me qenë prindi rob I djalit vetë. Moment që je parët, lirohet prej robris prindi, ajo është I lirë. Nuk ka nevojë, nuk është rob I djalit vetë, po është I lirë sheriatikisht. Është I lirë edhe në këtë rast I del hakësh prindit vetë.
këtë rast i del hakësh prindit vet. Kanë thënë dietarët, pse? Thotë Imam Suddiu në sfegimin e Ibn Majahs, Sunet Ibn Majahs, wa fihi anna al-'abda kal-haliki. Mësimi nga kjo pjesa e ajetit është se robi është sikur i vdekur, sikur me qenë i vdekur. Sikur me qenë i vdekur. فكأنه بالإعتاق أخرجه من الهلاك إلى الحياة فصار فعله ذلك مما يعدل فعل الأب حيث كان سببا للوجود وإخراجه من العدم إليه. Thotë se robria është sikur vdekje, si e i gjallë. Moment që njeriu e blen prindin dhe ai lirohet prej robrisë, sikur njeriu e ka nxjerr prej vdekjes dhe i ka dhënë jetë. Dhe kjo vepër është e barabartë me veprën që ka vepruar baba i tij, ku është bërë sebeb prej asgjajt me qenë ti i gjallë. Prindi është bërë sebeb që ti me qenë i gjallë. Dhe kjo vepër i përgjason veprës që ka bërë prindi më herët, dhe për këtë çka kanë thënë dietar, një prej urtësive është se njeriu në këtë rast i del hakësh prindve të vet. Po jashtë kësaj, po mu lodh, po mu raskapit, po me qenë të dëgjushëm dhe respektushëm në maksimum, asë njëherë mës me këti lafin mas. Krejt dëshirat me aplacua. Qka dënat tati me veprua, jashtë të gjënave, normal, a i del hakësh, nuk i del hakësh. Abi Burda, thot, transmetohet që Abi Burda, djali i Abi Musa al-Ash'ariut, ka qenë në haqj me Abdullah ibn Omerin radhiyallahu anhuma. Thot, një person, një burr prej Yemenit bante tavaf në Kabe. Hamala ummuhu wara'a dhahrihi yaqul. Bante tavaf në Kabe, edhe në shpinë e kishte nanën e tij. Dhe thoshte, inni laha ba'iruha al-mudhallal in u'dhirat rikabuha lam u'dharu. Unë thot jam devja, unë jam devja e saj e nënshtruar. Mudhallalu e nënshtruar e lehtë për me udhëtuar. Kur nuk ka mjet të udhëtimit, unë jam për atë. Thumë kale, për derisa bante tavaf, i tha Abdullah ibn Omerit, ibn Omar, e turani gjezejtuha, thot, o djali Omerit, qka thuti? A i kum dal hakësh? Qka thuti? A i kum dal hakësh? Kale, la, wala bi zafratin wahida. Thot, jo, si ke dal hakësh, bile si ke dal hakësh as për një frimarje të thellë që aja ka bërë ku ka qenë me barë me tyje. Për qatë një frimarje të thellë që ka bërë nana, ku ka qenë me ty me barë, as për qatë si ke dal hakësh. E më lenë për krejt jetën që aja e ka hargju me tyje. Thumë më tafe Ibn Omar, pas taj djali Omerit radiallahu anhu, bani tavaf, shkojte me kam Ibrahimit a.s. i falë 2 rekat dhe i tha djalit të Abi Musas, Abi Burdas, inna kulla rak'atayn tukaffirani ma amamahuma. I tha Abi Burda, çdo 2 rekat që njeriu i fal, i ia falin mëkatet që i ka bërë më herët. Pra me kusht në për hadithe të tjera që ka ardhur, me kusht që se njeriu largohet prej gjunave të mëdha, Allahu ia fal gjunat e vogla. Abi Burda në hax me djalin e Omerit, Abdullah ibn Omeri, radhiyallahu anhu, i cili ka qenë prej dietarëve të sahabëve, i cili ka qenë prej të dallumve nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kërkimin e turisë. Ky njeri e mban shtëpinë nanën e tij. Jo në karrot, jo në motor me struj me botavaf, sa jo s'mundet me hec motore, ky me hec. Në shtëpinë e ka mbajtur. Jo në këto kushtet e sodit që janë harem Qabës, po në kushtet ati zamani, kushtet e Abdullah ibn Omerit, radhiyallahu anhu. E dim se çfarë kushte ka pas atëherë.
nuk krahasohet me kushtet e zamanit tonë. Duke mbajt nanën në shtëpinë dhe duke bërë tavaf. Edhe thot, unë jam devja e saj e lehtë, e nënshtruar. Kanë thonë dietarët, në këto fjalë ka desh me tregue se sa ka dhënë mund ky njeri për me respektu nanën e tij. Sa u ka mundu ky njeri që më ja kthy nanës me të mirë, jo me të keq. Nana i ka bë mirë. Këtë mira që ka bë nana, ky njeri, këtë fjalë që ka thënë Abdullah ibn Umerit, ai ku dal hakësh, kjo tregon se ky tan jetën është mundu mi dal hakësh nanës. Është mundu në maksimum ja kthy të mirën me të mirë. Investimi me investim të mirë që ka bën nana dhe baba. Thot, unë jam devja e saj e nënshtruar e lehtë. Ka thënë dietar, dhe kështu është besimtari. Besimtari duhet me qenë i lehtë, i afërt, i thjesht. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu ala an-nari wa biman tahrumu alayhi an-nar. A nuk doni me ju tregu juve për dikan i cili nuk hyn në zjarm dhe zjarmi është haram për me djeg ata? Tha, ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Allah na bëf prej tyre, ja Rab. Njerëzit më të mirë shoqërinë e muslimanëve janë çto njerëz me këto cilësi. A doni më tregu për njerin i cili është i penguar, s'mundet me hin zjarr, edhe zjarmi ka haram me djeg. Than çdo person i cili është i afërt. I afërt me njerëzit. Hayyinin, i thjesht, sahlin, i lehtë, nuk o i rand. Nuk o me tabiat të rand. Është i thjesht, është i lehtë, është i afër, është i qasshëm. Ke mundësi e pas qasje lehtë. Nuk o fodull, nuk o kryelart, nuk o njëri rand, nuk o njëri me tabiat të rand, i lehtë. Kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah na bëf prej tyre. Nuk on thjesht, nuk on të afërt, edhe me qenë të lehtë. Në raport me njerëzit, me qenë të lehtë. Në qoftë me qenë në raport me njerëzit, besimtarë me qenë kështu në raport me njerëzit i lehtë. Po me nanën dhe me babën. Me nanën dhe babën, ata janë edhe më përparsor që na jemi të lehtë. Që na jemi të thjeshtë. Që na jemi të afërt me ta. Mos me bot distancë të lartë mes nanës dhe babës, edhe neve. Mos me qenë të vrasht. Mos me qenë fodull. Mos me qenë për atyre që bëjmë pak autoritet dhe i vjen ndoshta marrën nanës me thonë se kim rrit dikush, djalë mu ka bo ministër u ka bo, djalë mu ka bo me diplom u ka bo, tash problemi është me fol me djalin tënd. Djalë mu është bo me diplom hoxh u ka bo, hafiz u ka bo. Djalë mu ka bo pasunik shumë i madh. Jo i lehtë më vonë. Qasja e saj në te me qenë e lehtë, i thjeshtë edhe i afërt. Thonë dietar, kjo argumenton se ky njeri ka qenë i thjeshtë, i lehtë, i afërt me nanën e tij. Ja ibn Umar, aturani jazaytuha. I tha Abdullahut, djalit të Omerit. O djali i Omerit, çka thotë? Ai kum dal hakësh? Ka thënë dietar, fihi al-hirsu ala taqwim al-a'mal wa birr al-ummi wa mujazati ashab al-ma'ruf. Kjo pjesë e ngjarjes na tregon neve se besimtari duhet me qenë i përpikt, i kujdesshëm në respektimin e nanës. Besimtarët me qenë i kujdesshëm në mos harimin e të mirave, mos mi haru të mirat, me ja u kthy njerëzve me të mirë, punët që kanë krye, me ja kthy me të mirë. Shembullet më të mirë kena pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe pas vdekjes së Khadijës radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh e përmend të Khadijën. I thonë të Aisha, ja Rasulullah, po ballë më matë plakën e Kurejshve. Allah të ka zëvëncu me diçka më të mirë. Khadija ka qenë e vjetër në moshë, Aisha ka qenë e re. Pejgamberi sa më ka thonë, ajo ka qenë që ka qenë. Kanët e Khadija o ma kanët. Ajo shkon. Pse o shkon? Për shkak se në kohët më të vështira të jetës pejgamberit sa step,
ka qenë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo na e dim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bani tregti me pasurinë e Hadixhes. Edhe Hadixha i dha pasuri. Ma pasuri bani tregti, fitoi shumë. Dhe pastaj u martu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po ajo pasuri e cila me matematikat e sotshmit është multimilionshë, shumë pasuri e madhe. Ku shkoi ajo pasuri? A ka shfrytzuar Hadixha për vetja? A ka shfrytzuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Të mirën që ja bani Hadixha, kur se harroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur prente ndonjë kafsh, i thonte ndokujt merre këtë pjesë çoja filanës. Po çka kiti me filanën ja Rasulullah? Ajo është shoqja Hadixhës. Ajo është shoqja, vetë se ka pas Hadixha shoqe, me ja respektu shoqën kujna? Hadixhës. Pse Hadixhës? Për shkak se Hadixha ishte ajo e cila në momentet më të vështira ishte afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Saqë Allahu e përgëzoi një shtëpi në xhennet, të cilën nuk ka ngritje të zanave dhe lodhje. Pse? Për shkak se kur nuk e ngriti zanin ka pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur nuk e lodhi shpirtërisht pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po çdo herë e çlodhte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çdo problem që kishte jashtë shtëpisë, Hadixha ishte më kujdes me qetësue, me relaksu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe këtë mirë kur nuk e harroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu me qenë besimtari. Mos me i harru të mirat, mirë po, këtu vlen të ceket diçka tjetër. Në qoftë se rastis që bashkëshortja me ta boni të mirë, kujdes, mos u robro për të mirën e saj. Se dim bashkëshortja me ta boni të mirë, e pastaj ma të mirën me të lidh, me të majtë varë. Po ama, jo. Të mirën kur mos e harro. Qoftë bashkëshortja, kush do qoftë. Për të mirën që ta ban dikush, kur mos e harro. Ama kur mos u robro për shkak asaj të mirës. Kur mos u robro, mos u korrupto për të mirën që ta ka dhënë dikush. Ka ndihmuar dikush me parë, ka ndihmuar dikush me një punë që ka kryer dhe kështu me radhë. Mos u robro për atë punën e mirë. Mos ja ban çefi njerëzve për punën e mirë që ka kryer dikush. E me i thy kufita Allahu subhanahu wa taala, ama të mirën kur mos e harro. Edhe në qoftë se është në pyetje tan jetën kemi ja kthime të mirë. Kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu është besimtari. Të mirën nuk e harron. Ky njeri si ka harruar të mirat e prindërve, është mundu tan kohën me u kujdes për nonën e tij, me i dal hakush. Çka i tha vëllai Omeri? Tha jo, si ke dal hakush. Bile si ke dal hakush bi zafratin wahida. Zafra, kanë thënë dietar, është një frymarrje e thellë për rëndësisë së shtatzanisë që e ka nana. Njëherë kur ja ban nana, veç për çka? S'u dal hakush. Njëherë. Ato që kanë bashkëshorte e kanë pas evlad, kanë pas fëmijë. E dinë se sa herë ndodh gjatë ditës me pas një kësi kofshim ndruaja. E kanë thonë dietar, e më e rënda dhe frymarrja më e rënduar, më e rëndë në jetën e nanës është momenti kur ka lind ty. Veç për një herë që ka marrë frymë gjatë lindjes të kursin dhe lakësh. E mo lën punë tjera. Deri në këtë ditë që i e kështu. Kursin dhe lakësh namaz. Transmetohet një rast i njëjtë që i ka ndodhur Omerit radhiyallahu anhu me dikant tjetër. E ka pa një person, Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, duke u kujdes shumë për babën e tij. Për babën. E ka mbajtur në qafë. E ka dhënë maksimumin. Edhe i ka thënë Omerit radhiyallahu anhu, ai kum dal hakësh. I ka thënë Omeri, jo, si ke dal hakësh. Nuk i ke dal hakësh. Thotë qysh be si kum dal hakësh. Po u lodha, u raskapita, u pkuta. Duke kujdes për ta, qysh si kum dal hakësh. Shikoni të farë fjali, ka thënë Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, dhe kuptojmë fikun dhe kuptimin e sahabëve. I ka thënë Omeri radhiyallahu anhu, ti jetë u kujdes për ta dhe don që të vdese. A ki u ka kujdes për ty dhe ka dosh që ti jesh gjallë. Se kujdesesh për babën, thua edhe pak se kam me dek, se s'dek se rahat onda. Edhe pak. Ti kujdesesh shumë për babën kur ai ka nevojë për ty. Se përderisa ajo është drejt me shpinën e tij dhe s'ka nevojë për ty me ndihmue, kujdesesh, po s'ka nevojë shumë për ty.
Po kur ai të lodhët, ashtu njëjtë ke qenë ti i lodhur. S'ke mujt me ecë, s'ke mujt me hangë ushqim si duhet, ke pas nevojë për mbikëqyrje, edhe kështu me radhë. Thot Omeri, dallimi mes atij edhe teje është se ti duke kujdes dhe don që të vdesë. A kjo ka kujdes atëherë kur ka pas qef që ti të jesh gjallë. Nona kujdeset për evladin pse? Që të rritet, zhvillohet, që gjallënohet, të rritet, edhe kështu me radhë. Evladi për nonën, hajtë bëjë dhe pak savër se ka me dek. Allah në e falë më fatë të tonë. Dhe kjo është realitetës. Nuk e thoi njerës me gjuhët, nuk thoi një, unë s'do s'desë në najme. Me gjuhë jo, ama atje mrejna, atje mrejna në zemër, e din që ka fundi është. Të kujdesna, se më fund është bile dalë faqe bardhë, ka fundi. Allah ibn Omeri tha jo, si del hak është as për një frimarit të thellë që e ka ba, ku ka qenë me ty me ba. Pastaj, bani tavaf, Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu, i falë 2 rekat pas mekamit të Ibrahimit a.s. Dhe i tha Ebi Burdes, to 2 rekat i a falin mëkatet njeriut që ka ba më herë. Për çdo herë që njeriu i fal ka 2 rekat nafile, fal ka 2 rekat, çdo selam që e jep njeriu pastrohet prej mëkateve të vogla nëse njeriu i shlargu prej mëkateve të mëdha. Hadith tjetër nga Abi Huraira radhiyallahu anhu, se Abi Huraira radhiyallahu anhu ishte i vendosur si përgjegjës prej Marwanit në Medinë, wa kana yakunu bi Dhil Hulayfa, dhe ishte në Dhil Hulayfa. فكانت أمه في بيت وهو في آخر. Thot nana Abu Hurairës ishte në shtëpi, Abu Huraira ishte në shtëpi tjetër. Thot, فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال. Kur ka dash Abu Huraira me dal prej shtëpisë të nanës, është nal edhe i ka thënë: Assalamu alayki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam aleikum oj ummeta. Kjo ummeta përdoret një farshprehje përkthelse. Një farshprehje përkthelse ka shi prindve. Ja abata. Kur i ka thonë ja abati f'al Yusuf al-Islam. Ja abi, o baba jam. Ama ja abata ma lezeq më pa. Ja abi. Ja abata, ja ummi, oj nana ime. Ja ummeta ma lezeq më pa. Shenjë përkthelse ka thonë nanës: Assalamu alayki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam aleikum oj loçk nana ime, kështu i bjem me përkthelse, oj loçk nana. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Fataqulu wa alayka assalam ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe ka thon wa aleikum salam o djali jam, o loçk djali jam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Fayaqulu Rahimekillahu kama rabejteni saghira. I ka thonë, Allah i të më shirovë, qysh e kujdes për mu, kur kam qenë i vogël. Fatakul edhe ajo ja këthante, Rahimekallahu kama bararteni kabira, thumma idha arada an yadkhula sana'a mithla dhalik. E i ka thonë nëna vetë, Allah i të më shirovë edhe ty, qysh e të më respektu, kur jam e vjetër, e plakë. Pastaj kur donte me hy, e vepronte të njëjtën. Abu Huraira radhiyallahu anhu. Kanë thënë dietarët. Abu Huraira është një prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që nuk ndodh se dikush prej muslimanëve ta përmend vetëm se e do Abu Huraira. Apo a e dojmë këtë Abu Huraira? Abu Huraira është transmetuesi më i madh i hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ka jetuar shumë pak me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ama pse e dojnë Abu Huraira? A këna vetë në vetën, po pëse be e dojnë, këtë sahabit i dojnë, po Abu Hurairën, shysh, Allahu Akbar, buri madhve, po pëse kështu? Shikone. Abu Huraira radhiyallahu anhu ishte i respektueshëm shumë ndaj nanës së tij. Çdo herë që shkonte te shtëpia, nana e tij, para se pranoi Islamin, e randonte Abu Hurairën për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtë e ka treguar Abu Huraira. S'ka të regu që ka thonë nana e ti për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ama çdo herë e ka randu.
Edhe një ditë e ka ranu shumë Ebu Hurajra për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe është mërzit Ebu Hurajra radhiyallahu anhu dhe ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush? Nana është duke fol keq për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka bën sot njëri prej neve që se i fol baba keq për hoxhën e vet. Ai hoxha jota, s'm ka zonë. Oh, Allah akbar. Çfarë më të bën të shtëpia? Vetë që sa nisim boksun për la me babën. Ai, e provokon baba di me provoku, sidomos ato të rinj që u zonë, sefte, di me provoku babën. Ai, s'm ka zonë ti mua. Kush be? Ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka thonë ja Rasulullah, lutë Allahin ta uzojë nënën time. Lutë Allahin ta uzojë, s'ka thonë lutë Allahin ta shkatrojë nënën time. Ka thonë lutë Allahin ta uzojë nënën time. Edhe i ngrit dorë. Pejgamberi sallallahu edhe ban dua. Edhe Abu Hurajra niset për shtëpi. Kur shkon te shtëpia, afrohet te dera, i thot nana e tij, "Arrin çati ku je, nalo." Ishte pastru nana e tij. Ishte vesh dhe kur hini Abu Hurajra në shtëpi, i tha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Po kjo është rezultat i duhas së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk diskutohet. Po të njëjtën kohë është edhe rezultat i sabrit dhe kujdesit dhe shembullit të mirë të një djalit të mirë ka shqiprindet nda vetë, në thirrje. Kur e pa Abu Hurajra këtë gjendje kështu, u gëzu shumë. Shkoi te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i tregoi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çka ka ndodhur. Edhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I tha u dërgumi Allahut. Luta Allahin që Allahu ta boje Ebu Hurajrën edhe nanën e Ebu Hurajrës të dashur në zemrat e besimtarëve. Dhe besimtarët i ban të dashur në zemrën e Ebu Hurajrës edhe nanës së tij. Edhe pejgamberi ngriti dorë dhe boni dua. Dhe nuk ndodh në historinë e besimtarëve të muslimanëve dikush me përmend Abu Hurajra dhe nanën e tij, vetë se i don ata. Vetë se i don ata. Kjo është kujdesi që ka pas Abu Hurajra radhiyallahu anhu për nanën e tij, për udhëzimin e nanës së tij. Edhe këshire për kanë ka folë nëna ti, për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Megjithatë ka pas sabër, është munduar maksimum, e ka dhënë maksimumin që ta përfiton zemrën e tij dhe ka shfrytzuar dorën e pejgamberit, dorën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ajo e ka pranuar Islamin. Në këtë hadith çdo herë, jo ndonjëherë, çdo herë që dilte për shtëpisë, i thonte assalamu alejke ja ummata wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja kthente njëjtë edhe nana e tij. Dhe i thoshte nanës së tij, Allah të më shiroft. Qyshëm ki më shiru dhe e kujdes për mua kur kam qenë i vogël. Neve në vend marrë me thonë këto fjalë nanës. Habe Allah shtash, uzman e gardat. Thuaj Allah. Thuaj se kur t'ia thosh këto fjalë pasha Allah një zbut zemrën. Wallahi ja knat shpirtin nanës. Jo nanës vetë, çdo kujt që të ka bëni të mirë, ti thosh Allah e bash probleme. A dhe besëm ki qitë për krizë, a dhe be filan dite, a dhe be farë gjendje kam qenë, ki nëzirë për krizë, vesh me a përmejnë dikujna, i bëha qefi. I bëha qefi. Para më ndohë prindërve. Nëse dikuj duhet me ja përfol parasyve të mirë se ka bëha, janë prindërit, nana edhe baba, që s'mujna mi dalë hakush asë njëherë. Edhe nana e ti ja këthente, u alejke selam kema berërteni kebira, dhe i thot edhe ty edhe për ty qof selami që shumë ke respektu kur unë jam plaku. Hadithi tjetër që e ka prime në Bukhariu, edhe kjo hadith vllazni edhe ju motra është hadith shumë i madh. Abdullah ibn Amr thot Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu ala al-hijra. Erdh një person, një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ia dhon bejen për hijret.
wa taraka abawayhi yabkiyan. Dhe kish pas lënë prindërit duke qajt. Faqala irji' ilayhima wa adhikhuma kama abkaytahuma. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ktheu te prindërit e tu, çoj me kesh ata, qysh i bane me qajt. Banu sebeb që të fillojnë me qesh, qysh u bane sebeb që ata me qajt. Kanë thënë dietarët, o robi Allahut, veç pak bë ndalu dhe medito. Veç pak ndalu edhe mediton këtë hadith. A e di be pi qka ka këthy pejgamberi islam? A e di prej qka i te ka këthy? Se ka këthy ka orë prej shpije në xhami. Hijret ka bo. Hijret ka bo. Nuk është njët hijreti në kohën e pejgamberit islam edhe mas pejgamberit islam. Nuk është njët hijreti para dhe pas shtirimit të Mekkës. Nuk është njët. Hijret ka bo. Jo se cili mund me bo hijret. Nësë po bojmë sot hijret një gjunave me Allah. Hijret do me thonë me braktis diçka. Hijreti në kohën e pejgamberit së islam, a di si ka qenë një orë. E kanë lënë shtëpinë. Sot na një jetë për harxojmë për çast shtëpi. E kanë lënë pasuninë. Sot na një jetë për harxojmë për çast pasuni. E kanë lënë familjen. Sot na maksimumin e japim kujdes për familjet tona. Kanë lënë gjithçka për kësaj dunjaje. Kanë bëjë hijret te Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A dim rastin e Suhejb Rumit, kur ka dhënë apo hijret, i kanë dalë mushrik përpara, kanë zonuar dhe kanë thonë ti kur ke ardhur te na ke qenë fukara. Tash ki bo pasuni dhe me këtë pasuni do me shku te Muhamedi. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam. Ju ka thonë, ku ja pasuninë donja? A parti donja? Parti donja. Ka thonë filan vendi jam parti. Pasunia filan vendin, shkojnë i merrni. Veç lishoma një rrugën. Kur ka shkuar në Medinë, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fitove në tregti o Suhejb, fitove, rabihal bay, fitove. Qysh me ka fitu? Shka ka fitu be ka up këtë pasunin, o koni pasur. 100 euro mi up sot ti qamet e ba. Po këtë pasunin, kërejt i ka lanë për me fitu knatësinë Allah s.w.t. A e fitu knatësinë Allah s.w.t. Tha Allahu, radiyallahu anhum, wa radu an. Ata ishin të knaqër me Allahun dhe Allahu ishte i knaqër me ta. Kur Allahu është i knaqër me robin e ti, u krybe kjo muhabet. Besimtari krejti jetën këtë dunja e ban, krejti jetën këtë dunja që jeton, qëllimi është me arrit knatësinë e Allahut. Allah me qeni knaqër me ty. Kjo është qëllimi. Ata e kanë arrit qëllimin. Ky njeri ka arë për këtë qëllim, ka praktis krejt, ka arë me adhon bejen, besatimin pejgamberit së stem, i ka thonë, irgji, adhikuhuma kema abkejtahuma. Ktheu dhe bani me qesh ata, qysh i bane me qajt. Qa thonë djetarët? Këto në mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se duhet në maksimum besimtari tjeti kujdesshëm që mos tjetë shkaktar për hidhrimin e prindve, që mos tjetë shkaktar që ata me qajt, që mos tjetë shkaktar që ata mu mërzit, që tjetë shkaktar çdo herë që ata mu gëzua. Çdo herë kur t'jem pyetje ti, prej ka ana jote ata veç mirë me pa, veç lumturi me pa, veç gëzim me pa, veç udhëzim me pa, veç mirësi, veç bëmirësi me pa. Kështu e mëson hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që kanë thonë djetar tjetër? Kanë thonë, kthehu edhe qoj me kesh. Jo kthehu më rolt. Jo kthehu edhe më rolt. Që erdha, u knaqës tash. A u rahatut. Jo kështu, jo. Jo, mu kthy me të mira, pet mi qu me kesh, mi rahatu, mi qëtësu, pastaj me po hijret. Se neve në ndodh, që me pas një farë polemike, apo një farë paqartësie, apo një farë paknatësie nga ana e prindve,
Edhe thot nana, hajde o birë më herët sot, edhe ti shkon në shtëpi, u rahatove. Jo kështu. Me shku më herët të shtëpia edhe mi thon, erdha i nana. Erdha. Edhe mu sill mirë, edhe mu sill me busqeshje, jo me mrolsi, jo me mrolt. Jo mu kthi abusën kamtarira, mu kthi me mrol. Jo, mu kthi but. Mu kthi ç'është duhet, normal. Sigur s'ka ndodhur kur gjao. Edhe pse ti tu ka prish krejt filmin krejtan që e ke pas. Të ka thirr nona, hajde në shtëpi, erdha. Ama kena me lujt letra, kena me lujt domino, kena me lujt sha, kam tërmim futbollit, kam takim, kam udhtim. Hes të shtëpia. Ama me thirr gruaja të shtëpia më ardh. Qedra më bëjtë, po. Ama nana, hajtë se nana shapet. Jo, kur të thire gruja, thuj zvi, që se s'dush me shkue. E kur thire nana, thuj qëta zvi. E kur thuj gruja, pse nanën tonë ngon, mu së ngon, e di shosh me kalzua. Dush me të rigu që hadithet për nga me qësë. Se me këto punë që i bëjën në dajna në steme, si në dalë hakosh. A ti, qëka të dush ban, mu së në dalë hakosh. Kështu gruja, qëka do që të bojë, si në dalë hakosh burit. Pse se një herë ja prish buri, gruja ja fuk këtë për tokë, ja fuk. Këtë minat ja fuk për tokë. Kanë thënë dietarët. Në këtë hadith mësojmë se besimtari obligohet me përmirësu gabimin kur të gabojë. Jo me thonë hajde se harrohet kjo punë. Jo me përmirësu gabimin. Ke bo gabim me përmirësu gabimin. Ky sahabi ka bo gabim këtu. Pejgamberi sa më ka thonë ktheu përmirësoj gabimin. Është kthy e ka përmirësu gabimin pas se ka ardhur pejgamberi sa. Dhe këtë du të me shtynë kryena. Me këto regula du të me jetuna. Kur të bëjna gabim, se ka rrasë kur bën gabim me din krejt gabimin që ki bëha dhe detyrohesh me përmirësu gabimin. Ama ka shumë raste kur i bëjna do gabime veç tjeti që ki gabua, qetë nuk e di. Nuk kthy me përmirësu gabimin. Qoftë gabim në raport me Allahun, qoftë gabim në raport me njerëz. Nuk kthy me lip halallak, me përmirësu gabimin që e ki bëha. Në një hadith tjetër, një ashtu nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i ngjashëm me hadithin e parë, se Ebu Hurajra radhiyallahu anhu kur ka dalë për shtëpia, i ka thonë alejkes selam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummata, i ka nana e ka thënë alejkes selam wa rahmatullahi wa barakatuhu, i thot Ebu Hurajra rahimakillahu kama rabbaytani saghira, Allahu të më shiroft, çush e kujdes për mua kur kam qenë i vogël, fatakul aja ka kthi ya bunay o djali jam, wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabira, i ka thonë Allahu të shpërbleft me të mira, Allahu qofti kënaqur me ty, çish ti je duke u kujdes për mua përderisa unë jam në moshë të shtyr. Pra është hadith i njëjtë me atë të cilën e cekëm më herët, edhe këtu del në pa edhe një kujdesin që kanë pas gjërat e para ndaj prindërve të tyre. Elusim Allahun që Allah të na mundson ta japë maksimumin në respektim ndaj prindërve tanë. Elusim Allahun që Allah na bën sebeb të fusim lumturi dhe gëzim në zemrat e tyre. Allah mos na bën sebeb që të fusim mërzi dhe hidhrim në zemrat e tyre. Elusim Allahun që Allah të mëshiron nana dhe baballar ton, qysh ne kanë rrit neve kur kemi qenë të vogël. Elusim Allahun që Allah të na mundson të respektojmë ata kur ata janë në moshë të shtyer. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.